Shoqata dhe Dorë ka organizuar hapjen e projektit Artin e Dua. Ky projekt synon të krijojë një hapësirë të gjallë dhe gjithëpërfshirës përmes veprimtarive artistike dhe edukative që kontribuojnë në rritjen e ndërveprimit social dhe përfshirjen e grupeve vulnerabël. Është një ndër dy projektet me Sadiun që janë financuar në qarkun e Shkodrës. Jena shumë krenar për këtë sepse i hapim një rrugë të re bashkëpunimi me ministrinë. Por nga ana tjetër i bim gjithë së bashku gjithë aktivitetet social-kulturore që organizata jonë bën, ku përfshihet banda muzikore, ku përfshihen lojrat popullore, ku përfshihet një trup për vallën për fëmijët e komunitetit rom egjiptian, ku për herë të parë ne synojmë bëjmë dhe teatrin social nëpërmjet disa shfaqjeve, 2 shfaqje më saktë, të cilat do të zbatohet, të cilat do të jepen këtu në qytetin e Shkodrës. Ky event do shërbejë edhe si një piknisje e rëndësishme për një rrugtim krijues dhe bashkëpunues dhe synon transformimin pozitiv të komunitetit përmes artit dhe edukimit. Është i rëndësishëm fakti që ne synojmë përfshirjen sociale, të rrisim përfshirjen sociale të grupeve në nevojë. Është i rëndësishëm fakti që ato tashmë përfshihen dhe janë pjesë e jetës social-kulturore të qytetit të qarkut të Shkodrës. Fuqizimi i kulturës dhe edukimit erdhi me mbështetjen e Ministrisë të Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit.